Një situatë e pazakon dhe njëkohësisht mjaft argëtuese ka ndodhur mbrëmjen e djeshme gjatë spektaklit të radhës të Big Brother VIP Albania, duke sjellë jo pak surpriza si për banorët, ashtu edhe për publikun. E gjitha u zhvillua në kuadër të një prillit, ditës së njohur për shakat dhe rrengjet, ku protagonistja e kësaj situate u bë Monika Kryemadhi. Ajo u vu në një kurth të menduar me kujdes nga banori Rogerti, i cili tentoi ta binte se mes tyre ekzistonte një njohje e mëparshme, shumë kohë përpara hyrjes në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Rogerti i është drejtuar Kryemadhit me bindje, duke pretenduar se ata kishin pasur një marrëveshje të fshehtë. Një lloj pakti, sipas të cilit ai do ta mbështeste dhe mbronte atë në rolin e saj si opinioniste brenda spektaklit. Për ta bërë edhe më të besueshme këtë histori të sajuar, ai përdori një element konkret, disa xhaketa, të cilat i solli në vëmendje gjatë bisedës, duke e pyetur nëse ato i kujtonin ndonjë gjë. Këto xhaketa nuk ishin të zakonshme, pasi sipas rrëfimit të tij dhe reagimit të mëvonshëm të Kryemadhit, ato i përkisnin Ilir Meta. Thuhet se këto veshje i ishin dhuruar më herët xhaxhait të Rogertit, Paulin Sterkaj, duke krijuar kështu një lidhje indirekte mes personazheve të përfshirë në këtë lojë. Në momentin që Rogerti i drejtoi pyetjen, a të kujtojnë gjë këto xhaketa? Reagimi i Kryemadhit ishte i menjëhershëm dhe plot sinqeritet. Ajo u përgjigj se xhaketat i kujtonin baban e fëmijëve të saj, duke i referuar pikërisht Ilir Metës. Mëtej, ajo sqaroi se kur ai kishte humbur në peshë, kishte dhuruar disa nga rrobat e tij, të cilat përfundimisht kishin kaluar te xhaxhai i Rogertit. Në të njëjtën kohë, Kryemadhi theksoi me humor dhe ironi se lidhja e Rogertit ishte më shumë me Metën se sa me të, pikërisht për shkak të kësaj historie. Pas disa momentesh konfuzioni dhe kur situata u bë mjaftueshëm bindëse, u zbulua se gjithçka kishte qenë thjesht një shaka e organizuar për një prillin. Reagimi i Kryemadhit ishte sportiv dhe plot humor, duke treguar se e kishte marrë me lehtësi të gjithë situatën. Me një batutë që shkaktoi të qeshura, ajo u shpreh: "Shumë mirë që ndodhi, se kisha ca ditë pa e përmendur emrin e Ilirit", duke e mbyllur kështu këtë episod me nota humori dhe duke e kthyer momentin në një nga më të komentuarit e mbrëmjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.